Mos shko në Rom pa ditur këto 5 gjëra. Jo sepse janë sekrete, por sepse shumica e mësojnë pasi kanë humbur para, kohë, nerva. Kur më rri në Rom, instinkti para është të lëvizësh me metro, por shumë shpejt e kupton që metroja është shpesh e mbushur dhe ironia, shpesh arrin më shpejt në këmbë sepse shumica e vendeve kryesore janë vetëm 10 deri në 20 minuta larg nga njëri tjetri. Pastaj vjen gabimi i dytë. Shkon te Koloseu Vatikani me mendjen që ti marrësh biletat aty dhe aty e kupton që ke përpara radhë gjigante, orë të humbura në diell, kur ndërkohë i merr online shumë më shpejt dhe shpesh më lirë. Gabimi i tretë është ai që bën portofolin të qaj. Restorantet pranë Fontana di Trevi, Piazza Navona dhe te Pantheoni duken perfekte derisa shef faturën. Çmimet janë 2 deri në 3 herë më të larta. Mjafton të ecësh pak më larg në Porrugica dhe ha shumë mirë me çmime më normale. Pastaj vjen surpriza. Roma ka plot vende fantastike falas që shumica e turistëve as nuk i din. Trastevere, Monti, zona rreth Spanish Steps, vende perfekte që janë për foto, shëtitje dhe për të shijuar qytetin pa shpenzuar asgjë. Dhe gabimi i fundit është ai më i thjeshti, të blesh ujë, kur në fakt Roma ka mbi 2500 burime publike me ujë të ftohtë dhe të pijshëm, mbushishin gjatë ditës dhe kursen disa euro pa e kuptuar. Këto janë 5 gjëra që unë do doja t'i dija përpara se të shkoja në Rom. Ndaje këtë video me dikë që ka në plan të vizitojë Romën dhe më ndiq për më shumë video rreth udhëtimeve.